edhe serat tuaja janë tërësisht në ujë apo jo? Sa është dëmi? Sa është sipërfaqja? Dëmi nuk vëvet e fare di. Është shumë më. Shkoj doli para të dhe doli datë një. Doli bëri minus 7. U thon tera. Tani po kytem, ku do vi? Pra në momentin që po përpiqet që ti shpëtonit nga ngricat, erdhi për mbytja. Po. Tani kytem kush do lajte? Ka dhënë në prapë Në Tehenën e ka dhënë prapë. Minus 5, 6. Tani këto u thon. Po tjera kush do lajte? Ju vetë sa sipërfaqe keni të kultivuar në sera? Këto nuk kemi shumë, po kemi në tjerë, po këto njëra janë kryesorët. Po që për ne. Këto, këtë zonë këtu. Ka ardhur njëri të verifikoj dëmin? Fare asnjëri. Erdhi kryetari këtu partije, erdhi prapë, erdhi çergen poshtë. Ne thaj do bëjmë këto bëjmë këtë. Këtu në këtë zonë këtu, ku jemi ne, tani për momentin, asnjëri. Asnjëri. Vin shikojnë atë rrugën anë më tan, na çevera anë më tan, na ferrasi, po këtu asnjëri. Përse ashtu, legu ashtu. Të tërë rrëptojnë. Nëse jo nuk do të dëmë shpërbleni, çfarë do të bëni? Do e ki fare, do e ki gjithë, s'kem ku veme. Pra këtu është e bazuar e gjithë ekonomia juaj familjare? Po. Këtu e kemi kryesoren, s'kem ku veme. Një apel që keni për institucionet përgjegjëse? Ne kemi që vinë ta vlerësojnë e të jepin pak në gjysma, që edhe ne të punojmë, vinë tjetër. Se po si dhanë këto në gjysma, ne s'kem ku veme, vetëm tikim. Tu s'ka më. Atëherë rreth sa fermer që kultivoni lule shtrydhe i keni serat nën ujë si pasojë e përmbytjeve? Tani, siç e shikojmë vetë, kjo është një gjendje katastrofike që na ka bërë dalja e lumit tek serat të gjitha kulturat, jo vetëm tek serat tona, po edhe tek kulturat e tjera. Po kryesisht puna më e madhe dhe më e arsyeshme që na duket neve është tek serat tona që ka arritur niveli deri në 2 metra, ose ambuluar krejtësisht. Këtu shikohet edhe vetë me sy, nuk është nevoja të flasim shumë. Çdo gjë këtu për neven na prurit e shumë dhe të lumit, se ky lum nuk krahasohet vetëm në vitin 1971, se ka dalë edhe në 2003, ka dalë në 2016, por nuk ka dalë në kaq sasira ose të ketë pasur kaq prurit të mëdha. Këto prurit që ka pas kësaj radhe neve na ka shkatëruar si fermer. Këtu janë rreth 200 e ca hektar lule shtrydhe që e mbizetrohen nga ujë, një pjesa më e shumë se një pjesë që e ka mbjell nga ato strati e lartë, se ka kapur janë ndryshe. Po këtu llogariten përvarësisht të 100 hektar në çfarë them unë, po do bëhet një vlerësim se sa të dalë reale sa është përmbytur. Rreth sa fermer prekeni? Tu preken me afërsi mbi 60-70 fermer. Vetëm ne këtu jemi gati 30 fermer, 40 fermer të kësaj grupës këtu. Po të tjerët akoma që janë pa mbledhur dhe nuk din gjë. Ju na gjetën në këtë pikë këtu ku jemi mbledhur çereku i fermerëve. Megjithatë do të thosha nuk është kjo. Problemi më kryesor është se çfarë do të bëhet me këtë lule shtrydhe dhe çfarë do të bëjmë ne si fermerë. Lule shtrydhe tashmë është në fazën e Lule shtrydhja ishte në fazën e prodhimit, domethënë ky ishte viti, domethënë muaj janar, shkurt deri në mars, sepse ajo lulëzon 2 herë deri në 3 herë. Tani lulëzimi i parë ishte ky me kokra, me të gjithë prodhimin që ajo ka në vetvete, që ne këtë do ta vilim për rreth 3 muaj, gjerë muaj mars, kjo fazë përfundon dhe kjo fazë e prodhimit. Për mendimin tim, duke konsultuar me shokut, më mirë ky lumi vallai të kishte zënë në muajin mars se sa na kapi tani. Tani na shkatroi komplet, na shkatroi neve si fermer dhe ne po luftojmë që të ruajmë më tepër bimësin, që mos ta ikim, mos ta se varet edhe nga gjendja e ujit që rri. Nëse ky do vazhdoj të rri e 4-5 ditë, po shikojmë që po ikën, po lëviz. Tani puna jon do të justifikohet
ose jemi të angazhuar që ta shpëtojmë bimën. Kjo është kryesorja. Se kokrat, lulet, që janë këto kanë mbaruar, jo për mendimin tim, po e kemi provuar, se ne kemi një provojë shumë vjeçare. Unë bëj rreth me gjithë Greqia, me gjithë rreth 35 vjet. Po bëj 15 vjet këtu 20 vjet. Personalisht juve sa ju llogaritet dëmi e përkthyer në shumë financiare? Shiko, ne nuk flasim paraprakisht të themi që unë më bën 40 milion, apo më bën 30 milion, apo më bën 20 milion. Këtu do vinë ekspert nga bujësia, mos të themi gjatë në eva, po të vinë e ta vlerësojnë direkt prodhimin e ajrit. Të vinin të ishin këtu ku janë serat, këtu vlerësohet prodhimi. Në qoftë se duan të vlerësojnë, në qoftë se kanë atë angazhimin për të ndihmuar fermerin, në qoftë se ndryshe në të kundër, posu bë ky vlerësim, s'kemi pse të flasim në avakot, sepse njëri do flasë ndryshe, unë do flasë ndryshe, se ai prodhimi varet në bazë sipërfaqe që ke. Kush ka sera më shumë është dëmtuar. Juve sa hektar keni? Unë kam rreth 1 hektar e gjysmë në ujë, që janë këte poshtë. 1 hektar nuk ka kapur e kam lartë. Por kjo nuk do të thotë që unë ti mbaj, se do luftoj të rri, po do luftojmë gjithë që ta eliminojmë këtë problemin e lutës që ka rënë. Po kjo do kosto, ka kosto shumë të madhe. Kosto ka investim, do investuar me të gjitha mundimet, me të gjitha shpenzimet. Përveç bimësisë, ka dëme materiale të agregatëve të... Nuk rritë agregate këtu, se pomat këtu, ata se janë futur dot, se pomat këtu nuk është leverdi, e leverdi ishme për ne është të shpëtojnë bimën. Kjo ka rëndësit, biri lumi dhe të shpëtojnë bimën. To kokrat atje ku po thajnë të vini ta shikoni me bile e shajane autostratit, se keni qanë disa herë, të shikoni nuk ka më edhe nuk ka ekzistencë më që ajo të funksionoj ose ti zotroj kësaj lagështie. Nuk ka, ajo me njerë pa kuj do dhe çdo gjë është e marruar. Po lufta jonë si fermerë është shtojmë bimën. Faleminderit, ai mos të marrim. Atëherë shumë sera janë nën ujë, të kultivuara kryesisht me lule shtrydhe. Më konkretisht si paraqitet situata? Më konkretisht, këtu për momentin janë rreth 250 deri në 300 ylimb lule shtrydhe në pushtetin e ujit. Për momentin. Dëmi është shumë i madh. Rasti është i përsëritur, herë 5 nga 2015 dhe masa për mbrojtjen e këtyre nuk është marrë asnjë gjë. Përkundrazi, neve na ka penalizuar me argjinaturën që është bërë aty tek mbrojtja e qeverit, me justifikimin domethënë që do mbrojmë banesat, por neve na dëmton më shumë, biles mbrëm këtu, për herë të parë pas kaq vitesh është futur ujë këtu tek në stacioni elektrik dhe te pomat e ujit pish. Pavarësisht se këta këtu nuk e nxjerrin atë. Mbrëm këtu kanë ikur gjithë, këtu e kanë lënë këto vetëm sepse u përmbyt stacioni këtu. Herë e parë pas kaq vjetësh. Nga 74 ka dalë lumi për herë të parë, këtu është përmbytur. Stacioni i pish. Prandaj edhe fieri edhe mbrëm u ndërprer energji elektrike, dhe s'kishin, edhe ujë po s'do ket, edhe për një javë ose s'do ket. Atë mbetemi tek lule shtrydhe. Lule shtrydhe është në fazën e prodhimit të saj. Sa i dëmton juve kjo? Na dëmton jashtë masën. Ne tani kemi atë, domethënë, prodhimin kryesor të lule shtrydhes. Domethënë, gjithë tani kemi hedhur lek. Tani ishte momenti për të marrë. Ne u mbytëm. Për momentin tani u mbytëm, tani se çfarë do bëhet, se ndihma, se nga ana e qeverisë, jo do shpallim gjendjen e jashtëzakonshme. Tani nuk duhet, domethënë, nuk dua të di unë për shembull apo dua sa sera janë të mbytura këtu që të shpallim ne gjendjen e jashtëzakonshme. Domethënë, sa duhet të përmbytim më shumë akoma që të shpallim këtë gjendjen e jashtëzakonshme. Për ne këtu katastrofë madhe na kjo nuk ka. Për ne si fermer, nuk ka. Tani zoti ai shteti tani e ka në dorë. Do na ndihmon, do na lë ashtu shkret i themi. Po thuat që është situatë e përsëritur për të 5-ën herë, jeni dëm shpërblyer më parë? Asnjëherë, vetëm vitin e parë, vetëm vitin e parë na ka ardhur këtu kryeministri, na ka premtuar që do jap 100%, ne e kemi thënë do na japësh 50%. 50% nuk i duam. Nga 100% të premtimit të kryeministrit kanë ardhur kanë vlerësuar 30% të dëmit dhe nga këto 30% na kanë dhënë 10% të dëmit. Vetëm vitin e parë. Vitin e dytë me radhë herë 5 kësaj radhe nuk ka shkelur këtu kem robi. Nga anë shtetit. As edhe një rjade kësaj radhe, po mos lajmëroni neve juve, këtu do ishte sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Këtu është bërë katastrofë. Katastrofë po shumë e rëndë. Sepse është rasti i përsëritur, nuk hajde herën e parë se hajde se s'do vi më. Herën e dytë hajde se edhe kësaj radhe. Herën e pestë edhe mos mirën masa ose mos shpërblet fermeri për diesën që për lekun që ka hedhur aty. Po është kulmi. Ne me këtë punë ushqemi, ne s'kemi të ardhur të tjera. Me këtë punë. Tani odra në rrugëve ose neve
Çfarë të themu tani? Tani themi do ikim jashtë. Çfarë do të thotë kjo për ju? Falimentim. Shkurt falimentim dhe zhgënjim nga ana e shtetit. Sepse ne jemi të gjithë taksa pagues të rregullt, të gjithë me asiguracione, të gjithë me letra taksa toke, të gjitha. Çdo gjë e shesim për shembull me letra, me TVSH, me gjitha shteti na ne i merr. Vetëm nuk jep. Në kohën kur ne jemi në rregull, shteti na i merr. Në kohën kur ne dëmtohemi, shteti nuk na jep valla. Kjo është ajo situata.